Surja Al-Alaq e zbritur në Mekë, ajete 19. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Khalaqal insana min 'alaq. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur. Iqra wa rabbukal akram. Lexo se Zoti yt është më bujari, Alladhi 'allama bil qalam. ai që e mësoi njeriun të shkruaj me penë. 'Allama al insana ma lam ya'lam. I mësoi njeriut ata që nuk e dinte. Kalla innal insana la yatgha. Jo, është e vërtetë se ai i kalon kufit, Ar-ra'ahu istaghna. për shkak se e ndjen veten të pavarur. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. Ara'ayta alladhi yanha. A më tregon atë që pengon 'Abdan idha salla. një rob kur ai falet? Ara'ayta in kana 'ala al-huda. Ç'mendon kur ai robi është në rrugë të drejtë? Aw amara bit-taqwa. Ose ai urdhëroi për sinqeritet? Ara'ayta in kadhaba wa tawalla. A më tregon nëse ai përgënjeshtron dhe smbrapset? Alam ya'lam bi anna Allaha yara. A nuk e di ai se Allahu e sheh? Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jo, nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Balli rënacak mëkatar. Falyad'u nadiyah. E ai le t'i thërret ata të vetët. Sanad'u az-zabaniyah. Ne do t'i thrasim zebanit. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jo, ti mos ju bind atij, vazhdo me sejdë dhe afroju Zotit me të.